që radar për herë është afër familjeve që kanë nevojë. Për rastet që kemi pas radar, për shumë raste që ju e dini i kemi kalu në privat, derisa i kemi verifiku. Dhe sot vi me familje të verifikum. E di që shumë më kanë shkru ana jep një familje kemi dëshirë me ndimu. Për ndryshe, ne kemi zgjedhë që këtë natë Bajrami me ndimu bashkë me ju 5 familje që jetojnë kushte të rënda dhe kanë nevojë për ushqim. Afia Hisena është nane e 6 fëmijëve, bashkëshorti i ka vdek, kushtet ekonomike të familjes janë të rënda. Familja e dytë është e Elfete me Tollit, janë të barakat të spitali në Prishtinë. Lëndita Ismaili nga Ferizaj është nane 4 fëmijëve, jeton me burrin dhe fëmijët në një shtëpi të vogël ndërtuar nga nana e saj adoptuese. Suela Malaj, 30 vjeçe, nga Kuksi, e martuar në Skënderaj, jeton në banesë në Fushë Kosovë, është nane 2 vajzave. Bashorti i saj punon në ndërtimtari, është me kancer, trajtohet në QKUK. Dhe familja 5 është familja Fatime Krasniqit, e cila jeton vetëm me vajzën dhe nënën. Ju keni thirrë për me marrë një familje përsipër që e kemi konfirmu. Okej, po, si e ke emrin në mbiemrin? Biran Marina. Të si e ke emrin? Valdrem. Mbiemrin? Ljuza. Cilën familje për marim, Albi? Cilën dushë t'i gas. Këto raste janë të konfirmume nga ekipi dhe sot bashkë ju mundsojmë që në këtë natë me pas nga një pako me ushqim. Nuk e kemi loni që në euro kësaj herë, tu e ditë sa shumë ka ndryshu çmimet në përmarkete. Është Hasani. Edhe Hasani po merë përsi për një familje. Hasan Hasani, ty zoti tash përbleft mrekullie. Unë jam prej Prizrenit. Hajde Prizreni. S'është me rëndësi jemni. Muharrem Tashefci, që është një prej njerëzve që si humbas një rast kur ka nevojë me ndihmë në radar, ka vendosur me marrë po ashtu një familje përsipër. Agroni si zakonisht, i Piano Parfum, unë e lumtur që përfaqësoj këtë kompani. Piano Parfum ka pronar të jashtëzakonshëm dhe shumë human. Agron Zullufi me 300 euro kontribojnë për një familje. Fatmiri tash edhe Pepa, baba i lumit, i bashkohet. Se kena lon me qajt mon radar. Pep, faleminderit shumë për lumin apo? Një nanë vetë ushqyse nga Prizreni, e cila para disa ditësh na ka telefonu live në emision për me ndihmu. Ajo ka 2 fëmijë dhe jeton në Prizren, pas divorcit, ish bashkëshorti i saj, ka ndruar jetë. Ajo ka punu si arkatare në një market, por shkaku i trombozës në këmbë aktualisht nuk mundet me punu. Jeton në një banesë me qera në Prizren dhe kërkesa saj ka qenë me ndihmu për pjesën e qeras. Por kur ajo ka telefonu, 2 nga miqtan e kanë dëgju dhe kanë shpreh dëshirë me e ndihmu. Ata të 2 kanë dhuru nga 100 euro për të, pra 200 euro gjithsej. Çfarë lajmi mirë. Një vjet nanës në Prizren i rrinë afër dent fikse. Doke. Si jena njerëz të që apo? Dok shumë faleminderit. E vlerësoj shumë.